Përposë të përmbytjeve dhe dëmeve të tjera po shkaktojnë rreshjet, shirat e këtij fillim janari po i kursejnë vendit 10 milion euro për energjinë elektrike. Rreshjet e dendura kanë mbushur hidrocentralet duke bërë që korporata elektroenergjetike shqiptare të ndryshojë pozicion nga vetëm në blerje të shkojë drejt eksporteve. Në harkun e vetëm 3 javëve, Kesh ka shitur në tregjet e huaja 136.299 MWh energji elektrike me vlerë mbi 13 milion euro. Çmimi mesatar i shitjes po llogaritet në 95.7 euro për megawatt-orë, me çmimin e energjisë elektrike që po rritet në bursat ndërkombëtare, duke kapur nivelin e gati 253 eurove. Kesh po kalon ditë të mira me çmimet që priten të rriten dhe nëse situata hidrike do të vijojë e tillë edhe në vijim, në arkën e korporatës do të futeshin disa 10 milion euro. Prurit në kaskadën e Drinit për llogariten në mbi 1200 metër kub për sekond nga rreth 1100 janarin e vitit të kaluar. Ky tregues është ndjeshëm më i lartë se sa mesatarja shumë vjeçare. Kjo në një kohë që konsumi i energjisë elektrike si pasojë edhe e turistëve kapi nivelin e mbi 6.6 milion megawattëve. Ditët e para të këtij viti tregojnë për një situatë krejt tjetër nga ajo e vitit të kaluar, ku për shkak të mungesës së rreshjeve të shiut, Kesh kërkonte të blinte energji elektrike jashtë vendit.